Fsher për borxhet e drogës qellohet me 3 plumba shqiptarin në Itali, ja gjendja e tij. Një shqiptar është plagosur me armëzjarri në Itali. I ri ushqilluar nga partneri i tij në biznes, teksa të dy dyshohet se janë antar të një klani kriminal në zonën e Napolit të përfshirë në narkotrafik. Mediat italiane bëjnë me dije se të dy personat janë arrestuar. Të riun e plagosur që mashtroi në dëshmi, duke denoncuar plagosje në grabitje dhe autorin që e qelloi në përpjekje për ta vrarë. Ngjarja e denoncuar si plagosje në grabitje nuk rezultoi tillë pas hetimeve, por rezultati një konflikti me një antar të grupit kriminal të lidhur me klanin Mallardo në kulmin e një përleshje për borxhet e drogës. I riu ishte plagosur ënd nga 3 të shtënar me sipas mjekëve. Gjatë dëshmisë i riu u tha oficerëve se ngjarja ndodhi në një grabitje të dhunshme afër qendrës së Napolit.